Ne nuk po prodhojmë vetëm një lëng apo një produkt ushqimor, ne prodhojmë shëndet për qytetarët tanë, po krijojmë vende pune, po gjallërojmë ekonominë rurale dhe po ndërtojmë imazhin e Kosovës si vend i produkteve cilësore dhe natyrale. Sot këtu nuk kemi vetëm për të diel aronia, por për të vlerësuar punën e fermerëve tanë, mbështetjen e institucioneve dhe për të dhënë një mesazh se bashkëpunimi ndërmjet sektorit privat, shtetit dhe shoqërisë është çelësi i suksesit. Pra sot dita e aronisë organike nuk është vetëm një frut i certifikuar që po promovojmë, sot është edhe një simbolike inovacionit, shëndetit, mjedisit të pastër dhe mundësive të reja ekonomike për fermerin, si dhe për ekonominë tonë vendore. Shembulli i këtij përkushtimi është kompania Aronika, e cila me vizionin e saj ka arritur të ndërthurë prodhimin dhe përpunimin, duke ngritur vlerën e këtij superfruti dhe duke quar atë edhe në tregje ndërkombëtare. Ky është modeli që dëshirojmë të shohim gjithandej, nga prodhimi te përpunimi, te eksporti e deri te konsumi vendor. Vendi ku jemi ne sot këtu, Orti Frut, Aronika, është shembulli pozitiv që duhet ndjekur në nivel të Republikës Kosovës. Zinxhiri i kompletuar, nga prodhimi fillestar deri tek përpunimi, plasimi në treg, eksporti dhe brendi që ka kriju me besueshmëri dhe vlera të larta nutritive, është shembulli që duhet me ndjek në sektorin e bujqësisë, jo vetëm Kosovë, por në shumë raste mund të merret edhe në rajon. As demand grows globally for organic and health food, products like Aronia present a niche opportunity for Kosovo's farmers to diversify income, access new markets, and contribute to a sustainable economic growth. We are very keen to taste the Swiss chocolate with Kosovo ingredients here, and to see this as a special result of a quality product sold everywhere, hopefully everywhere in the world, globally. Soti dhe kompania tia kanë arritur shëndrimin organik të kësaj aronisë, edhe një provë të madhe, dhe kjo është një simbol që ka mundësi në Kosovë dhe është një thirrje për kompani të tjera, për farmerë të tjerë që të shkojnë në këtë drejtim dhe të certifikojnë organik fruta të tjera, sidomos fruta të